përfunduar vila, por dokumentat shtetërore zyrtare faktojnë se në vitin 2004 ai trull ku është ndërtuar vila Dumani, ai trull ka qenë ar sipas familjes Tullhaj, sipas kryetarit të lagjes, sipas dokumentave të hipotekës. Të gjitha këto kanë qenë, pra janë mashtrimet e tij. Çfarë shtyn të mashtroj, të fsheh larje parash që ky zotëri ka bërë dhe investimin që ka bërë në këtë vit, i cili sipas tij janë dhuruar nga një çift britanik e tjerë me radhë. Ju e shifni se çfarë figurash, çfarë personi ka patur në dorë prokurorinë speciale, ndaj dhe ky mbetet vetëm një armik i egër i pluralizmit. Zoti Berisha, prej 2 ditësh ka protesta në lidhje me një projekt në Zvërnec, pas të cilit është këndri presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Ju personalisht dhe forca që ju drejtoni nuk ka bërë një reagim publik deri më tani. Cili është qëndrimi Sali Berishës dhe Partisë Demokratike sa i përket projektit të Zvërnecit? E para dhe e dyta, prokuroria e posaçme ka urdhëruar ditën e sotme një sër kontrollesh mbi personazhe që kanë të bëjnë me një histori të tjetërsimit të pronave të dyshuara në Zvërnec. A keni ju një qëndrim po në lidhje me këtë çështje? Klodiana, së pari, në qoftë se fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit, e denoj atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e denoj atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. 1. Së dyti, nuk kam asnjë faqe, asnjë flet, asnjë gjë të atij projektit, megjithse ju them këtu, e kam ndjekur me shumë interes të gjitha publikimet që janë bërë. Së treti, me qenë se e doni këtu, Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Dhe kjo parti në pushtet, ja këtë tani ju kërkoj ta mani shënim, ka patur një ligj i cili zgjidhte në mënyrë të plot dhe totale çështjen e pronësisë. Cili ishte ligji? Ligji thot këto: në rast se qeveria miraton një projekt të një investitori të huaj, i cili është bazuar në dokumenta origjinale shtetërore, pronësie, kadastre, dokumenta origjinale, çdo problem që lind pas miratimit të qeverisë, qeveria i përgjigjet palës me çmimin e tregut. Ja u them këtu, pse u vu ky ligj? Ja u ta dini. U vu ky ligj sepse konstatoja që me investor shqiptar nuk ndodhte, kurse me investor të huaj vraponin pas pengmarrjes. Dhe informacionet që më vinin, dilte njëri, thoshte jo, do paguash kaq se jam kaq. Dhe kjo linte vendin pa investime. Atëherë ne ç'bëm? Në qoftë se ti vjen, nuk jam unë ai që them se s'di që janë dokumentat, po që dokument shtetëror do t'i dalë zot dhe do maj përgjegjësi. Kështu është shteti. Prit një minutë, të lutem një minutë. Jo, një minutë aserojtë se është shumë e rëndësishme kjo. Unë do t'i dalë zot dhe do t'maj përgjegjësi. Dhe në qoftë se ty pronar të kanë shkel të drejtën e pronës dhe janë firmos dokumenta mbi të, përgjegjësia është e shtetit. Dhe ai që ka bërë këtë do marrë përgjigje dhe shteti do të përgjigjet ty, do të përgjigjet me vlerë tregu. Është ligji që detyron shtetit me vlerë tregu. Dhe do të them një gjë, që kur doli ai ligj
e Gjersalam pushtetin ka patur 0 probleme. Dilte njëri, po i thoshte, ku e ke, qofse fakton të bënte, i përgjigjej shteti. Këto janë qëndrimet, pra, ne jemi shumë respektuos për çështjen e pronësisë, por jemi mbështetës absolut të investimeve të huaja dhe gjatë periudhës tonë ju nuk keni pa pronar të protestojnë ndaj një protestuesit huaj se po më rëmben tokën. Jo, ishte shteti që nëse kishte firmosur do t'i përgjigjej një lloj sikur i kishte marrë ai tokën me vlerë tregu. Kjo është po. Ju përgjigjeni zërave të cilët thonë publikisht forcat reja politike, aktivistë apo eksponentë të tjerë që Partia Demokratike është e kapur nga projekti i Zvërnecit dhe për këtë arsye nuk flet. Partia Demokratike është partia që proteston sot më fuqishëm se kurrë. Partia Demokratike shpreha këtu ato që thash, mbështet absolutisht investimet e huaja, garanton pronën dhe pronar me një ligj që ndofta nuk ekziston diku tjetër. Por e bam në atë kohë, ai ligj është aty dhe ai ligj është shumë i drejtë. Po lidhje me hetimin e sfakt. Një minutë. Pra, më thuaj mua pak. Çfarë mund të bëj një shtet më shumë